Të nderuar miq të Infoftes, mirë se keni ardhur edhe këtë të ente këtu në televizionin Sot 7. Do të kemi sonte një emision të fokusuar tek ndihma e parë që jepet në raste aksidentesh. Për të gjithë këtë prezantim që bëra në hyrje, unë kam të ftuar Irida Dhima, instruktore ndihmës së parë pranë Kryqit Kuq, dega e Pogradecit. Mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Që thatë po ftesës. Faleminderit ju për ftesën. Irida, ju jeni tashmë pjesë e një kursi, pra instruktore e një kursi që bëhet për të gjithë praktikantët të cilët duan të pajisen me patentën e një mjeti në Pogradec, si kundër në Shqipëri. Çfarë ofrohet nga dega e Kryqit Kuq në Pogradec për të gjithë këta praktikantë të cilët përballen në një moment me këtë lloj mini kursi për të mësuar? Të gjithë të rinjtë që marrin për herë të parë patentën, jo vetë të rinj, por të gjitha moshat e ndryshme që pajisen për herë të parë me patentën, për shofer janë të detyruar të ndjekin 2 ditë kursin e ndihmës së parë. Kursi i ndihmës së parë fokusohet për dhënien e ndihmës së parë në rast të aksidenti, po jo vetëm në rast të aksidenti, po dhe kudo që ka nevojë për ndihmë. Në qytet, në ambiente pune, në rrugë, kudo dikush nuk ndjet mirë, çdo njeri i cili ka marrë trajnimin e ndihmës së parë, është i detyruar të afrohet, nëse do, kuptohet, ta ndihmojë dikë për të dhënë ndihmën e parë. Sigurisht për të shpëtuar një jetë. Për të shpëtuar një jetë mbi të gjitha. Ky kurs që praktikohet pranë, le të themi, institucionit të degës Kryqit Kuq këtu në Pogradec, praktikohet vetëm në 2 ditë? Është 2 ditë, ndahet në 2 ditë nga 4 orë. Dita e parë fokusohet çfarë është ndihmë e parë, çfarë lejohet, çfarë nuk lejohet, çfarë është i detyruar të bëjë dhënësi ndihmës së parë në rast të aksidenti, dhe ne gjithmonë, nëse çdo gjë është e sigurt dhe jeta e tij nuk vihet në rrezik, ai është i detyruar të jap ndihmën e parë derisa të vijë ndihma e shpejtë, që është ambulanca, policia dhe ndihmat e tjera shtesë. Gjë e parë, nëse dikush ne themi që dikush nuk është i aftë ja ndihmën e parë, ose ka për herë të parë ndjet emocionalisht në stres, është i detyruar thjesht të bëj telefonatën e emergjencën 127. Dhe pastaj janë autoritetet e njerëz të tjerë që ofrojnë këtë ndihmë. Që ofrojnë ndihmën atë. Dhe është i detyruar të presë derisa të vinë ndihmat e tjera. E theksojmë edhe një herë numrin 127. 127 është numri i emergjencës, ndihmës së shpejtë, telefonon dhe detyra e parë i çdo njeriu që i personi që ndodhet në rast aksidenti është të cilësoj vendodhjen. Nga ku po telefonon, se shumica thonë po ka ndodhur ta zëjmë një aksident. Ajde ka 2 aksidente më radh. Gjë e parë është do thonin vendodhjen, nga ku po telefonojnë, pastaj ne themi çfarë ka ndodhur, lokacioni, nëse është qytet do thonë qytetin, nëse është fshatin dhe qytetin bashkë. Çfarë ka ndodhur, për shembull ka ndodhur një aksident, ose dikush ka rënë nga motori, ose një person është i gjetur i shtrirë në rrugë pa ndjenja. Pra në të gjitha rastet. Në të gjitha rastet do thuhet qyteti ose qyteti bashkë me fshatin, çfarë ka ndodhur, numri të aksidentuarve, kush po telefonon, dhe pastaj themi ne kemi. Kur jepet kjo ndihmë, flas gjithmonë për këta praktikantë që e mësojnë të gjithë këtë situatë, testohen, japin provim apo gjë e parë ne përveç një urive që marrim bende simulime, i themi ne, si ta kthejnë, mënyrën si ta kapin. Ushtrojnë bashkë me mua. Unë e demonstroj për herë të parë me dikë që ndodhet i pranishëm, pastaj të tërë ngrihen 2 nga 2 ose varet nga rasti i simulimit dhe praktikojnë secili si ta japin ndihmën e parë ose si të procedojmë me pozicionin ansor të azem ose lidhjen e plagëve. Por urive marra pranë kursit tuaj, ka test në fund? Në fillim kanë qenë testime, po tani janë hequr sepse rëndësi ata i kanë kushtuar simulimeve. E kuptoj. Ska rëndësi, do me thënë çfarë mban mend ti nga ana teorike, rëndësi ka çfarë bën ti si mënyra e kapjes, si e le të themi shkrirja e teorisë me praktikën dhe ajo që ti mëson. Për të qenë sa më i saktë. Ti je sa më i saktë për të dhënë ndihmën e parë. Mësojmë pastaj ditën e dytë ka një përsëritje të ditës së parë dhe pastaj vazhdojmë me programin e ditës së dytë. Jo, shumë mirë që ofrohet kjo lloj ndihme, shumë mirë që bëjmë edhe këto lloj emisionesh që njerëzit të dinë edhe të kuptojnë, sepse ndonjëherë të ka paniku kur je në raste të tilla aksidentesh, ndoshta emocioni, nuk di ç'të bësh, po stresi është një, le të themi, faktori kryesor.
Dhe njerëzit, përveç se bën spektator, ndoshta ju pushon dhe zemra nga makthi dhe ankthi që kanë për momentin. E them në kuptimin e figurshëm të pushon zemra, se normalisht është... Ndjenja emocionale është e tëra. është... Nëse dikush nuk di çfarë të bëj, më mirë të ulet diku, të bëj telefonatën e emergjencës dhe të presni. Dhe kjo është ndihma më e mirë që mund të bëj. Pse? Ti ke dëshirë t'ja për ndihmën e parë, për mënyra si ti e ka, ose çfarë i bën, jo se bën asnjëherë, nuk e bën me qëllim, po nga paniku kryejm disa veprime që nuk lejohen, të pakontrolluara dhe mund t'i përkeqësoj situatën ose shëndetin. Prandaj nëse s'di çfarë të bësh, ne themi gjithmonë telefono. Tani le të mbetemi tek pjesa e gjërave që duan të bëhen, që të gjithë që duhet ta kuptojnë se ç'duhet të bëjnë. Në një rast fatkeqësie, themi që larg qoftë mos ndodhin gjëra të tilla, por situatat të vënë përballë në momentesh absurde, ndonjëherë të gjërave që na rrethojnë. Një pyetje që dua t'ju bëj konkretisht është kur jepet ndihma e parë, çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet tek dhënia e ndihmës së parë? Ndihma e parë jepet në çfarëdo lloj vendi ku ka nevojë për ndihmë. Shumica e mendojnë siç thash në aksidente, po marrim rastin e aksidentit. Gjë e parë, nëse ti ecën në rrugë e shikon një aksident, duhet të ndalosh. Të reagosh. Të reagosh, mos qëndrosh me nefregis, indiferent nga jetës së dikujt tjetër. Ne themi gjithmonë poziciononi vetë sikur ju jeni në një aksident e dikush tjetër kalon, qëndroni indiferent dhe ikën, mendoni si do ndjeni ju. Pra secili nëse shikon ndihmën e parë, ta provosh në lëkurën tënde. Pra t'japësh ndihmë si për njeriu tënd. Si për njeriu tënd. Dhe parësore për çdo njeri është jeta e tij. Domethënë parësore është jeta e ndihmës së dhënësit. Pastaj dytësore është jeta e të aksidentuarit. Nëse jeta e atij që jep ndihmë është në rrezik, ne asnjëherë nuk i themi vepro. Për shembull mund të ketë rëshqitje dhe mund të ketë kabuj elektrik, ose makina mund të ketë flak, zjarr të ndryshme, kur ti nuk të zë paniku, nuk di çfarë të veprosh, do të riqesh shpëto momentin tënde, ose siguro jetën tënde. Po, siguro një jetën tënde, pastaj mos kemi dy viktima. Më mirë një, kur thon se sa dy. Po. Në qoftë se çdo gjë është në rregull dhe ti mund ta shpëtosh tjetrin të aksidentuarin, mund të ndrysh. Dhe i themi ne themi 3 detyra ka dhënë si ndihmës së parë. Dallo, gjyko, vepro. Dallon çfarë ka ndodhur, gjykon nëse është lejuar ndërhyrja apo jo, lejohet ndërhyrja ju apo jo, dhe nëse çdo gjë është në rregull, atëherë shaji është i lirë të veproj, jam ndihmën e parë. Gjë e parë do telefonoj siç thash 127 dhe pastaj varen nga aksidenti. Kur japim ndihmën e parë, gjë e parë çfarë duhet të bëjmë? Ta japim gojën, ku diun se ndonjëherë njerëzit i kap edhe të merri nga mosapja e gojës, bëjnë veprimet pa kontrolluara duke dëmtuar. E dëmtojnë, shqyejnë gojën, futin, gjëra të ndryshme. Gjë e parë, ne kur e praktikojmë është kur njeriu ndjenjat lëshojnë muskujt. Dhe gjë e dytë është lëshohet dhe gjua. Gjua është muskull i trupit të njeriut. Kur njeriu ndjenjat, dhe ajo lëshohet dhe bllokon rrugët e frymarrjes dhe rrugët e ushqimit. Në qoftë se trurit njeriut nuk furnizohet me oksigjen për 8 minuta, ka lënë gjendje kome. Pas 2 minuta shkakton në humbje jete, mos furnizim me oksigjen. Shumica e njerëzve thonë gjua ikë, po gjua thjesht është shket. Dhe është një teknik fare thjesht, 3 gishtat e mjekra, një dorë të balli dhe mjekra të vinë në pozicionin e hundës. Dhe gjua ngrihet automatikisht vetë dhe bën lirimin e rrugëve të frymërimit. Ka nevojë. Këtu janë dy muskujt që quhen muskujt meziter. Edhe një herë ngrihet pak 3 gishtat e mjekra, një dorë të balli dhe ngrihet. Dhe koka ngrihet lart dhe automatikisht gjua ngrihet vetë. Këtu janë dy muskujt. Sa mirë që e shpjegojmë këtë gjë se thon ndonjëherë ikën gjua dhe ikën gjua. Dhe shkon aty ngojën, s'është nevojë ashtu apo shkojnë shumica futin dorën, po ka raste këta dy muskujt. Është teknikë që lehtëson këtë fakt. Edhe njerëzit duhet të shqetësohen për të. S'është nevoja fare që as të futin dorën në gojën e dikujt tjetër, as të dëmtojnë vend ose gjëra të tjera. Mjafton 3 gishtat e mjekra, një dorë të balli, koka të vinë në këtë pozicion dhe gjua ngrihet automatikisht. E keni shpëtuar jetën dikujt. Gjëja parësore. Çfarë veprime të tjera ka Irit? Pasi nëse ka frymarrje ne e kthejmë pozicion ansor. Pozicioni ansor është i rëndësishëm sepse mban rrugët e frymarrjes të hapura.
Dhe ky praktikohet për çdo lloj moshe, jo vetëm tek aksidentuar, por edhe nëse në shtëpi dikush nuk ndjehet mirë, i ra të fikët, ja hap direkt rrugët e frymarrjes, e kthen direkt pozicion ansor dhe i ke shpëtuar në jetën fillimisht. Regulatorin e njeriu mbushet me oksigjen. Dhe nëse ka për shembull hemoragji nga undët, pjesë e kokës nuk lejohet të ngrihet, sepse nëse ngrem kokën larg gjaku kalon o në mushkëri o në stomak. Thjesht kthej direkt pozicion ansor, hapet goja që të dalë gjaku, sepse nëse ngrem kokën larg, gjaku shkon në stomak dhe stimulon refluksin dhe njeriu mund të humbas jetën thjesht nga ky veprim, nga mbytja e ushqimit të vet. Në shumë raste ne përdorim ujin, qoftë kur të bie të fikët apo edhe në raste më ekstreme, aksidente në rrugë hidhet ujë. Sa e lejueshme është të jepet ujë, të hidhet ujë, edhe ndihmon uji në të gjitha këto situata? Në vendin e ndihmës së parë uji nuk është i lejueshëm. Nuk është i lejueshëm. Ne nuk na lejohet të japim. Njerëzit duhet kuptojnë që edhe në raste aksidentesh nuk duhet edhe nuk lejohet. Fare, ne ujin e përdorim thjesht për shplarje plagësh. Nëse dikush ka një plagë të lehtë ose të mesme për të larguar papastërtitë, e shplan me ujë dhe thjesht e fashon. Se është ideja mund të ketë rënë të fikët edhe ne po jemi. Mund të ketë fikët, po edhe uji ai do trembet, po ti mund t'i krijosh komplikacione të tjera. Nëse dikujt i ka rënë të fikës, siç thash, do kontrollosh frymarrjen. Nëse do ngresh kokën lart, do kontrollosh frymarrjen. Nëse ka frymarrje, kthem pozicion ansor, nëse s'ka frymarrje, do vazhdojmë pastaj me masazhin e zemrës që kalon te CPR-i. Uji nuk lejohet sepse dikush nëse ka përplasje, për shembull, i bie trupi nga një lartësi, ka dëmtim të organeve të brendshme, ne nuk dim çfarë ka. Dhe ti kur i jep ujë dikush kur ka dëmtim të organeve të brendshme, kërkon ujë. Dhe nëse ti jep ujin, ti e dëmton më keq. Thjesht lejohet thjesht të shplajmë buzët, të njohem më pak, dhe aq është detyra juaj. Dhënësit të ndihmës së parë nuk lejohet t'i jap ujë, nuk lejohet t'i jap ushqim, medikamente të ndryshme, nëse siç bëjmë ne, më kanë sjell këtë ilaç merre ti se mua më bëri mirë, pi edhe ti. Po ja ti vëm një trinitrin në gjuse i kalon se mund të përmirësohet. Ne nuk jemi mjek, ne jemi dhënie ndihmës së parë thjesht fokusohet. Përjashtojnë të gjitha këto raste. Përjashtojnë. Ne japim ndihmë për çfarë shikojmë në sipërfaqe të trupit. Gjërat e tjera pastaj ne nuk na lejohet t'i bëjmë. Thjesht kontrollojmë frymarrjen, nuk kontrollojmë puls, siç bëjnë shumica, sepse ne nuk jemi mjekë, nuk e arrim dot çfarë lloj pulsi është. Nuk na lejohet ta transportojmë që e hypin makinë, e çojnë në spital. Ne thjesht e lëmë aty, në rast se i rrezikohet jeta, e spostojmë në një vend më të sigurt dhe presim pastaj ndihmat shtesë. Nuk heqim gozhë, ambulanca dhe ekipi mjekësor. Nuk heqim trupa të huaj të ngulur në për shembull gozhë dhe xhama, thjesht i shplajmë me ujë, izolojmë, bëjmë izolimin e tyre dhe ato i heq mjeku. Sepse dikush thot, haj se di unë ose kam priktuar më. Kjo është dhënia e ndihmës së parë. Dhe merr me burim të një hemorragjie më të madhe. Nga një këto objektet e ngulura në trup, i them ne janë si punë tamponi, e mbajnë gjakun. Heq, por s'di si heq edhe ato. Mënyra e heqjes, si çfarë bën mund t'i krijosh komplikacione të tjera. E thellon plagën. Më të vështira për ritjen e jetës. Di që vendet e tjera të Bashkimit Evropian nuk e lejojnë ndihmën e parë. Shqipëria e lejon? Në vendin tonë lejohet dhënia e ndihmës së parë, është me ligj, përveç ndjenjës sumhane që ka çdo njeri për ndihmën e parë, në vendin tonë është dhe detyrë ligjore. Që ta ofrosh. Që ta ofrosh ndihmën e parë, mos bësh indiferentin, që shumica e bëjnë, fatkeqësisht. Në vendin tonë. Okej, të gjitha këto janë të pranueshme, janë situata që sigurisht kanë një lloj shpjegimi, nuk e vën dyshim. Domethënë një bazë të motivuar të gjëra. Po, në radhë të parë është ana emocionale. Ti duhet thjesht nga ana humane dhe emocionale që mund të kesh i detyruar që të afrohesh të japësh ndihmën e parë, jo vetëm për të njohurit e tiu, për çdo një lloj njeriu. Dhe thash, jo vetëm në aksidente, po ndihmën e parë mund ta shikosh diku në rrugë, nëse diku shtrihet, ka për shembull krizë epilepsie. Ti mos shikosh e shikon aty që dridhet dhe të ikësh, mos se do jetë ky i sëmur ose kush e di çfarë ka pyet. Ç'më duhet mua.
Thjesht në krizë epilepsie ti afrohesh i mbron pa kokën, se epilepsia nuk ka asgjë tjetër, thjesht i mbrosh personit me krizë epileptike kokën, thjesht bën telefonatën e emergjencës dhe pret aty, asgjë tjetër, sepse nuk është as sëmundje ngjitse dhe as nuk të krijon probleme. Kriza e epilepsisë këtë lloj ndihme të parë kërkon. Kriza epileptike në çfarëdo lloj rasti thjesht mbroj kokën, asgjë tjetër. Njerëzit në epilepsi mund të gëlltasin gjuhën. Asgjë, gjuha në krizën epileptike. Thashë theme. Jo, janë thjesht vjetra, gjëra të vjetra. Në krizën epileptike gjuha nuk ikën. Thjesht sikur ja ke fikur drita trurit të personit që ka zënë kriza epileptike, zgjat 3 deri në 4 minuta dhe thjesht i mbron kokën, asgjë tjetër. E pret aty, pastaj ngrihet, leret i ikë të vazhdoj rrugën e vet, sepse shumica mund të kur ngrit ai i afrojnë thonë ulu, napi ujë, asgjë nga këto veprime. Edhe në rastet e epilepsisë nuk duhet të ofrohet ujë. Nuk afrohet ujë, lere as mos i fol asgjë, sepse në ato momente që ka zënë kriza, ai nuk mban asgjë. Thjesht pastaj kriza mbaron, truri fillon punën e vet dhe ai ngrihet vazhdon jetën normalisht. Ose në rast të kundër presim... Ose në rast të kundër presësh ambulancën, ndihmën e shpejtë. Por nëse ngrihet, mbaron kriza epileptike, ngrihet, lere as mos i jep ujë, asgjë, as mos i fol. Lere të vazhdojnë në pozicionin e vet. Duhet të kuptojnë ca gjëra, domethënë që janë kaq të thjeshta, por që shërbejnë për të shpëtuar jetë njerëzore. Po, janë gjëra elementare që shumica nuk e dinë dhe kur vinë aty mendojnë që kush e di çfarë do bëjnë. Jo, ndonjëherë njerëzit bëjnë neglizhencë, thonë pse të ngatërohemi, vjen policia, pyesin, bëjnë. Do më treqin nëpër gjykata, nëpër stacione policie. Ska asnjë nevojë, nëse ti je i trajnuar, ke vendimin e parë, ti thjesht të ngresh rrugë të frymaris, nëse ka frymarja i kthen pozicion ansor. Po, nëse je i trajnuar, po edhe nëse si je i trajnuar. Nëse si je i trajnuar asnjë, nuk duhet ta kapësh. Thjesht bën telefonatën e emergjencës. Pra, trajnim quajmë këtë moment kur njerëzit vinë dhe përgatiten për patent. Po, kur ti vjen ose mini, le të themi, leksione të vogla që ju jepni pranë mini trajnime pranë nxënësve të shkollave të mesme, që e praktikojnë këtë situatë. Për shembull, në shkollat e mesme ne kemi konkursin e ndihmës së parë, që është një konkurs e bëjmë në maj. Zgjedhim 2 grupe nga 2 gjimnazet, ata i trajnohen më shumë se sa këta të patentave dhe ata janë nga një më të aftë për të dhënë ndihmën e parë. Pajisen me një certifikat e cila mund t'ju hyjë në punë. Certifikatën e jep Dega e Pogradecit? E jep Dega e Pogradecit dhe një nga të gjitha degët. Funksionon. Po. Edhe në botë, edhe jashtë mund të njeh, sepse Kryqi Kuq nuk është vetëm shqiptar, është bashkëpunimi Kryqit të Kuq shqiptar dhe gjysmën hënës së Kuqe. Se shumica mendoj vetëm Kryqi Kuq, është dhe gjysma e hënës së Kuqe, gjysma hëna e Kuqe dhe është bashkëpunim sidomos gjerman, austriak me plot vendet e tjera. Pra njihet kudo. Njihet kudo dhe ne çdo 5 vjet këto trajnime që bëjmë ne rinovohen dhe praktikojmë me lëvizje dhe simulime të reja. E kuptoj. Ka të rinj që ofrohen i rit? Janë shumë të paktë. Por gjithsesi duhen thënë që ofrohen. Ofrohen, ka plot që kanë dëshirë. Të vinë pranë këtyre trajnimeve, se s'ka asgjë të keqe kur mëson. Po, në fillim e marrin pak shumë, pastaj kur njihen me simulimet, me praktikat e tjera. Janë së shumti maturant? Janë maturant. Janë maturant ata që viti 2, viti 3 gjimnaz. Po. Vinë aty, pasi afrohemi bisedave dhe teorive dhe stimulimeve të ndryshme që bëjmë, janë më të i tërheq më shumë pastaj. Për vullnetarizmin, por edhe për masazhin e zemrës, ne do të ndalemi në pjesën e dytë. E lëmë publicitet, kthehemi në studio. Nderuar shikues, publiciteti na ka rikthyer sërish në studio. Ju kujtoj që jeni duke ndjekur Infoftes me mua Vion tjetë e ftuar në studio, Irida Dhima, instruktore ndihmës së parë pranë Kryqit Kuq Dega Pogradec. Sigurisht, Irida, ishim duke folur për vullnetarizmin, në tërësi për të rinjt që duhet të bëhen dhënës të ndihmës së parë, të vinë të praktikohen, sepse s'ka gjë më të mirë. Nesër pas nesër në situatat ndryshme do t'jenë pra njerëzve të tyre. Duam jeta kështu është, do t'na verë përballë sprovash dhe situatash të tilla. Këta të rinj, thamë që duhet të bëhen pjesë edhe ta ndjekin
këtë lloj vullnetarizmi. Ju shkoni dhe ju bëni ftesë, besoj. Po, ne shkojmë në për shkolla, përveç se kemi një bashkëpunim me mësuesit e fizkulturës për trajnimin e dhënies së ndihmës së parë. Kemi vajtur edhe te gjimnazi Muharrem Çollaku edhe te gjimnazi Gjergj Pekmezi dhe siç thash në maj ne bëjmë konkursin e ndihmës së parë. Kemi dhe bashkëpunime me Kopshtet dhe këtë javë për shembull kam një bashkëpunim në Gështenjas. Në Kopshte ju mësoni fëmijëve? Në Kopshte ne ju mësojmë fëmijëve si të lajmë dhëmbët, më shumë higjienën. Aha, e kuptoj. Për higjienën, për lajën e dhëmbëve, të duart, higjiena personale sepse është shumë e rëndësishme. Patjetër që shumë. Për shembull, pastrimi i gishtave, në fund të gishtave është gjëja kryesore, shumica i lajnë sajmë në sipërfaqe. Por larja në përgjithësi, do dhe në thellësi, sepse këtu depozitohen mikrobe dhe pastaj ndalin ato sëmundje të ndryshme që sigurisht mund të ketë lëkura, po pas të lëkura dhe mund të shkosh dhe dermatologu. Po, të kopshe larjen e dhëmbëve, larja e duarve, e këmbëve, janë gjëra të rëse, pastërtia, higjiena personale për çdo fëmijë. Ndërkohë që një lloj ndihme e drejt për drejt që duhet sensibilizohen njerëzit është dhënia e gjakut. Dhënia vullnetare e gjakut, se dikur ka qenë me pagesë ndoshta dhe funksiononte më mirë edhe njerëzit në nevojë shkonin të merrnin pagesën kundrejt dhënies së gjakut. Por tani që është detyrë vullnetare, njerëzit më shumë se kur duhet ta kthejnë në një lloj obsesioni për veten, sepse bëjnë analizat, dinë ku janë me veten me analizat në radhë të parë dhe pastaj shpëtojnë ndihmë. Ne kemi në fund të shtatorit ne kemi promovimin e gjakut, e dhënies së gjakut dhe vjen banga nga Tirana. Vjen banga e depozitimit e dhurimit të gjakut nga Tirana. Dhe secili qytetar që vjen dhuron gjak për kryqin e kuq, nuk të kushton asgjë të dhurosh gjak, përveç se shpëton një jetë, mi të gjitha ai që dhuron gjak me anën e kryqit të kuq i vijnë të gjitha analizat falas. Po pra, ka edhe një vetë ka vjen një zarf i mbyllur, i ke me emër me mbiemër, zarfi vjen i mbyllur dhe i ke të gjitha, se sa të bësh një check-up që themi ne në private të paguash një shumë lekësh, këta e ke falas. Po, të vjen nga vullnetarizmi. Të vjen nga ana vullnetare, nga dhurimi i gjakut. Po në qytetin tonë është shumë i pak dhurimi. Duhet të sensibilizoj qytetarët që të dhurojnë sa më shumë gjak për të shpëtuar jetë. Njerëzit janë në ditë të mira, në situata komode, por thash edhe një herë surprizat e jetës nuk kanë sosur. Kemi pasur njerëz, kemi vrapuar për gjak, kemi vrapuar në Korçë për të siguruar grupin e gjakut. Prandaj që njerëzit t'i mbajmë një jetë, duhet ta bëjmë këtë veprim. Duhet ta bëjmë këtë veprim. Dhuro gjak, nuk të kushton asgjë. Duke dhuruar gjak shpëton një jetë. Sidomos ne të kryqi kuq, me dhurimin e gjakut ndihmon dhe fëmijët që vuajnë nga talasemia. Dhe një pjesë e grupit e gjakut shkon dhe për dhurimin e fëmijëve me talasemi. Një gjë më të mirë se kaq. Ku ka më mirë se sa të shpëtosh një jetë fëmije. Njerëzit të vetë ofrohen, të bëjnë vullnetarizëm gjaku. Në bankën e gjakut. Dhe sidomos këta për kryqin e kuq, po ta cilësojnë, kanë analizat, ju vinë falas. E kuptoj. Po le ta bëj një herë në 3 muaj, po le ta bëj. Shko një në 6 muaj sikur të bëhet, të bën mirë, njëherë thjesht të bën mirë për trupin e atij që dhuron, plus që shpëton një jetë njerëzore. Ka vullnetarizëm pranë kryqit kuq të Pogradecit, por ndërsi të botës, edhe në raste fatkeqësish. Po. Ju ofroni ndihmë? Ne ofrojmë ndihmë në çfarë do lloj. Këta është një grup ekip që është për dizastrën që i themi ne, në rast për mbytje, zjarre ose fatkeqësish të ndryshme natyrore, është ekipi që merret me dhënien e ndihmave dhe 2 herë në vit ne shpërndajmë dhe pako ushqimore për familjet në nevojë. Apo njerëzit të prekur nga këto situata fatkeqësish të ndryshme që mund të ndodhin, për shembull mund të bjerë zjarr ose mund të ketë vërshime ujë për mbytje, kryqi kuq ndihmon me anë të pakove ushqimore, po edhe me anë të gjëra që mund t'i bësh njeriu është ndihma psikologjike. Ta qetësosh. Gjë që ne bëjmë shumë pak. Kryqi kuq Pogradec ka psikolog? Jo. Nuk ka. Duhet ta ketë, po janë edhe institucionet e tjera që kanë. Institucionet e tjera që bëjmë bashkëpunimin. Edhe për dhënien e pakove bashkëpunojmë me bashkinë, duke marrë listën e ndihmave që ka një bashkëpunojmë edhe me organet e tjera vendore.
dhe marrim emrat e familjes dhe pastaj shpërndahen pagot, për shembull dhe për persona që nuk e kanë prindrin, një nga pjesëtarët e familjes, për shembull babain, i shpërndajnë ndihma ushqimore. Këta janë parsorët. E kuptoj. Pra që nga një vullnetarizëm shumë i madh, elementi vullnetar pranë institucionit Kryqit Kuq. Vullnetarizmi asnjëherë nuk të varfëron. E kuptoj, të bën më fisnik. Thjesht të bën më fisnik dhe ndjehesh më mirë, sepse ke bërë mirë, diçka të mirë. Ke ndihmuar një familje ose ke ndihmuar një jetë, nëse je ndihmë e parë. Shpëton një jetë mirëzore. Mirë, kthehemi tek masazhi i zemrës ose CPR-ja femine? CPR-i, i femine. Masazhi i zemrës. Masazhi i zemrës ndodhet nëse ti bëhet kontrolli vetë dijes, hapen rrugët e frymarrjes dhe ne themi kontrollon frymarrjen. Frymarrja ka 3 detyra: e dëgjoj, e ndjej dhe shikoj rastën e kraharorit që ulet dhe ngrihet. Nëse ka frymarrje, e kthen direkt pozicion ansor. Nëse nuk ka frymarrje, atëherë duhet të sigurohesh mirë, bëj masazhin e zemrës ose CPR-in. Tek personat e rritur bëhet me të dyja duart. Më duket pak situatë e komplikuar kjo. Nuk është e komplikuar. Thjesht zhurma kur dëgjon masazh zemre, se mund të bësh një gjë gabime dhe edhe të kushton. Jo, thjesht duhet të jesh i fokusuar, gjë e parë është të kontrollosh frymarrjen. Duhet të guxojnë, pra të guxonin në raste të tilla kur duhet. Sepse duhet të shpëtosh jetën, parsorë shita e njeriu, e personit. Dhe si bëhet masazhi? Kontrollon frymarrjen. Jo, masazhi zemrës i vendosur. Te personat e rritur, 15 vjeç e lart bëhet direkt me të dyja duart, krahët duhet të jenë pingull, zemra ndodhet në mes. Zemra ndodhet në mes. Prerja e gjoksit me rastën e kraharorit, atje ku priten të dyja ndodhet zemra. Tek personat e rritur, 15 vjeç e lart, fillohet direkt me 30 Jo majtas, po diçka më thellësi. Maja zemrës anon pak majtas, po zemra ndodhet këtu në mes. E kuptoj. Dhe aty fokusohet gjithë shtypja. Vendosen duart. Duart bëhen kryqëzim dhe mënyra e shtypjes më mirë është kjo pjesa këtu, sepse ushtron më shumë forcë e pëllëmbës së dorës dhe filloj direkt me 30 shtypje. Ndonjëri do thotë ç'bëri 25 ose ç'bëri 35. Është në rregull mjekësor, është 30 shtypje direkte. Shtypjet duhet të kenë të njëjtin ritëm. 30 shtypje, pastaj hapen rrugët e frymarrjes, zihet unda dhe zihet unda, se nëse ti nuk e ze undën dhe i bën frymarrjen gojë më gojë, ajri, oksigjeni del nga unda dhe është sikur ti s'ke bërë asgjë fare. Zihet unda dhe vjet një masë mbrojtëse. Zihet unda, jo zihet me dorë, po bllokohet unda. Bllokohet me undë, do të thonë kapet me dorë unda, vjet një masë mbrojtëse, një garzë, një qese, çfarë mund të ketë sterile, krijon një vrim sa për të kaluar ajrin, sepse parsohesh në jeta juaj, sepse siç infektohesh nga gjaku, infektohesh dhe nga gjëndrat e pushtymës. Të kuptoj, situata është delikate. Po, vjet një masë mbrojtëse dhe i bëm 2 frymarrje. Dhe vazhdohet 32, 30 shtypje, 2 frymarrje, 30 shtypje, 2 frymarrje. Frymarrja bëhet me gojë, thamë. Po, me gojë. Zihet unda dhe i ve gojën tënde, goja juaj duhet të puthitet mirë me gojën e personit, mbushesh me oksigjen dhe ja jet personit. Vështirë më duket. Nuk është erë tjetër, po të kemi mundësi do marrë manekinin që ta demonstrojmë së... Po, herë tjetër sërish do dëshiroj t'ju kem... Tek të rritërit. Nëse fillon reagon, i bën dhe 5 shtypje të tjera dhe pastaj kthehen direkt pozicion. 5 herë të tjera nga 30? Jo, vazhdon 32 derisa nëse personi fillon reagon, fillon kollitet ose përpëlet syt, i quajmë misionin funksional. Nëse personi nuk reagon, duhet ndihma e shpejt me njëherë. Pastaj nëse personi nuk reagon, vazhdon 32 derisa të vi ambulanca. A vazhdon 32, derisa ti nuk dalohet vetëm nëse ai reagon, i bën dhe 5 shtypje të tjera dhe kthehen pozicion ansor. Nëse nuk reagon, do vazhdosh 32 derisa të vi ndihma e shpejt, ambulanca. Tek fëmijët, 1 deri në 15 vjeç, fëmijët kanë më shumë nevojë për oksigjen, fillohet direkt me 5 frymarrje, dhe këtu zihet hunda me dorë dhe i jep 5 frymarrje gojë më gojë. Pastaj CPR-i Edhe tek fëmijët tham 30? Po, në të tëra rastet është me 30. Po, tek fëmijët niset me 5 frymarrje. Fillohet jepen 5 frymarrje njërë, gojë më gojë, pastaj bëhet shtypja krahërore, 30 shtypje po me 1 dorë, sepse fëmijët e kanë kockat më të buta dhe në qoftë dhe mund ta dëmtosh, mund të thyesh ndonjë brind, ndonjë gjë trupi.
Dhe vazhdojt 32 me 1 dorë, po vetëm niset me 5 frymarrje fillimisht. Kurse tek bebet, dhe tek bebet niset me 5 frymarrje, 0 deri në 1 vjeç, po futet unda dhe goja e bebes. Tek bebja duhet të kesh akoma... Si thatë hunda dhe goja e bebit? E bebit fustet brenda gojës tuaj. Edhe frymarrja është pak me lehtë, kuptohet. S'mund t'i japësh më shumë frymarrje se që jep tek personat 1 vjeç e larg. Nuk e di pse më duken kaq të vështira. Duke pak të vështira kur i dëgjon, po duhet të guxosh, sepse i thonë jetë fëmije. Jo. Kush dikush i ka, domethënë ka humbur fëmijë, kupton? Dikush thot, po unë s'di ta bëj. Guximi është gjë e parë. Se po s'guxove pastaj thua, pse s'u tentova ta shpëtoj, pse nuk e bëra edhe këtë gjë. Kur ti e di një gjë të tillë, se kurse di po mirë, është tjetër gjë, edhe kurse di, ti e telefono. Po telefonove 127-ën, ajo të udhëzon derisa të vinë ndihma e shpejtë. Duhet të harrojnë numrin 127. Është shumë. Dhe ata të udhëzojnë çfarë veprime të bësh derisa të vinë ndihma e shpejtë. Ti prandaj je ndihmë e parë. Pastaj kur vjen ambulanca ti ndalon, e dorëzon dhe i kalon pastaj ekipit mjekësor. Tek bebe thash fillohet me 5 frymarrje si këte fëmijët, unda dhe goja e bebes brenda gojës tuaj, 5 frymarrje, pastaj bëhet CPR me 2 gishta me mollzat e gishtave, të cilën mbahen pak perta si opingur. Dhe vazhdohet 32. Pra jo me pëllem. Jo me pëllem, se bebja është ujë, kur thonë, është e kuptoj. I përsa lindur dhe bëhet me të dyja gishtat. Jo kuptoj. Tek njerëzit normal ne kur vinë që i bëjnë CPR-in i themi mos e praktikoni, se po thot dikush mësova CPR-in të ndihma e parë, ai ta praktikoj të dy. Po jo, absolutisht, në raste kur nuk është sepse mund të krijosh komplikacione. Ne CPR-in e praktikojmë thjesht në manekin. Pastaj stimulimet e tjera i bëjmë me njerëzit, me praktikantët që vinë aty. Jo, më vjen mirë që janë të gjitha këto, unë realisht nuk di kur ka marrë patentën në vitet 2000 kanë qenë këto gjëra apo jo, s'di të them tani, po më vjen mirë që është fokusuar, është thelluar ky lloj objektivi, s'ka më mirë njerëzit të dinë situata. Shumica kur vinë aty kanë si mendojnë të boboll kush duron për shembull 4 orë do dëgjoj të bëj. Pastaj kur fillojmë që hym në teori, në gjuha, sidomos pjesë e gjuhës që shumica e dinë që jo fut gojën, jo po shqej gojën. Mjafton jo rëshqetje pa ashtu, mjafton një veprim thjesht. Dhe rikthen dhe mbajnë në jetë gjithçka. Dhe pasi mbarojnë përfundojnë kursin ty ditoj, thonë faleminderit se kemi mësuar plot gjëra të reja. Ka pasur raste se ju keni kohë tani që e praktikoni këtë brendekës kryqit kuq, detyrën tuaj. Ka raste që ju kanë kapur njerëz, që ju falenderojnë njerëz. Po, ka pasur shumë, sidomos s'duam bëmi pjesë edhe bura, edhe gra që më thonë faleminderit që na ke mësuar, sepse ishte dikush një grua, rasti konkret, e cila ishte në një pjesë rrugë ku ndodhnin shumë aksidente, dhe gjë e parë tha që ne bëni jepni ujin. Tha, në mënyra që ti ma shpjegove pse nuk jepet ujë, më mësove, tha, tash nuk do ta praktikojmë e ndihmon për të dhënë ndihmën e parë, sepse ka plot persona që i qëllon që t'japin ndihmën e parë dhe duke i mësuar gjërat bazë, arrin ta japin sa më mirë. Ndihmën e parë. Kuptoj. Ka plot që më falenderojnë, domethënë dhe të pjesë e gojës. Për rikjen e gjuhës. Për të mësuar ca gjëra, po. Jam gjëra bazë për jetën. Jo, e bëra këtë pyetje sepse thash edhe një herë, jeta është e çuditshme, të vë përballë situatave të ndryshme dhe të vështira në jetë. Po duke ditur si t'i japësh ndihmën, mund të shpëtosh jetën. Po, ti je i përgatitur. Qoftë në familje, qoftë edhe në rrugë. Se thash, ndihma nuk jepet vetëm në rast aksidenti, jepet në çdo institucion. Aksidentet nuk janë vetëm në rrugë. Nuk janë vetëm në rrugë. Në shtëpi digjesh për shembull, si ti japsh ndihmën e parë kur ti gatuan ose aksidentalisht të bie diçka e nxehtë. Çfarë do bësh ti për t'i japur ndihmën e parë? Shumica përdorin për shembull aloe, dikush ketçapin, kolinozin, të gjërat të dyja këto gjërat nuk lejohen. Thjesht mbaj dorën e djegur 20 minuta në ujë të rishëm, dhe pastaj me një copë të lagur e mbulon dhe shkon në spitale. Jo me ndihma me mjekime popullore të ndryshme. Mjekime popullore duhen të stop.
duhet thënë stop, ka plot që dikush e bën me largun e BMS, vidi, tregojnë atje. Po, nuk të thjesht ndihmë e parë që mund t'i bësh dikujt që është djegur, mbaja dorën 20 minuta në ujë të rrjedhshëm. Besojnë tek mjekësia. Duhet të besojnë tek mjekësia. Mbulohet me një copë të lagur, me një bidon me ujë dhe duke ikur për në spital her pas here lagej që të mos krijojë copa dhe i qetëson plagën dhe uji ka një veti që nuk e lejon të prapet më në sipërfaqen e trupit, djegja, të përhapet. Është një var izolimi. Uji është gjëja kryesore. Është bazë për jetën. Ja dhe një rast i dobishëm i ujit. Nuk lejohet ta japësh, po në plagë në të gjëra thjesht plagë me ujë ose dikush ishte një person tha pa dash duke punuar në ndërtim, pluri gëlqeresi kishte hyrë në trup, kishte vajtur në spitale të ndryshme, nuk i bënte efekt djegje, alergji. Shplahesh her pas here me ujë dhe arrivi ti që të shpëtoj. Uji është shplash si kryesisht të qetëson. Po ta shikosh tek bebet, kur i ve atë panolinën, ajo ja cëron lëkurën. Shumica përdorin krem, po t'ja shplash përderisa e ndron me ujë, uji e qetëson, s'ka. Uji është edhe aty jepet një lloj ndihme parë. Një farë ndihme. Jo, normal, janë sa gjëra që jo se si di, por në një moment ti mund t'i kesh të dëgjuara, po heziton ti praktikosh. Po për shumë nuk të kujtohen. Është kjo pjesa e stresit. Njeriu duhet në një moment të mbajë një ekuilibrin e vetes. Dhe pastaj gradualisht filloj të jap ndihmë. Në radhë të parë duhet të ruajmë panikun tonë. Kjo është gjëja kryesore, parësore. Po arritet të ruash panikun dhe të kontrollosh stresin, atëherë mund të kujtohet çdo gjë dhe mund të japësh ndihmën e parë. Për shumë në rast të aksidenti, në fatkeqësi të ndryshme, ose në rast se bie zjarr, çfarë duhet të bëjnë njerëzit. Në rast se bie zjarr, gjëja e parë, nëse bie zjarr, jo se uji nuk e shuan e themi ne, po sikur jetë pak ujë, pak benzinë. Sepse uji në formulën e tij përmban oksigjenin. Dhe zjarrin. Me zjarrin, dhe ti e shuan për momenti vatrën, po mund të kenë ngelur një thëngjell ose diçka të vogël. Thjesht nëse ka vatër të vogël, kuptohet, e mbulon me një batanie të lagur ose me diçka, blokon kontaktin me ajrin. Nuk lejohet të hapen dritaret, sepse ajri që hyn përmban oksigjen dhe stimulon zjarrin të marrë akoma më shumë. Thjesht mbulohet vatrën me diçka, shman kontakti me ajrin dhe... Nuk ka problem tymi të krijojë asfiksi nëse nuk kapen... Ecë këmbadorës, po themi për situata kaq ekstreme. Normale, gjë e parë... Se në situata ekstreme pësaj duhet zjarr fiksi. Nëse zjarri shuhet, vatra e zjarri shuhet, ti hap dritaren... Jemi tek ndihma e parë. Jemi tek ndihma e parë që mund të bësh. Ndihma e parë e mbulon me diçka, çfarë mund të ndodhet për momentin, një govë, një legend, çfarë janë pajisje, thjesht me një robë lak, shman kontaktin me ajrin dhe zjarri shuhet vetvetiu vetë. Pastaj nëse ka zjarr, gjë e parë që do marrin është 128 numri i shërbimit të zjarrfiksëve. Vin zjarrfiksit pastaj dhe marrin situatën ata në dorë. Mirë, Irida, ne do të kalojmë në pjesën e tretë me të tjera situata, gjithmonë këtu në Infoftes. Publicitet. Të nderuar miq, jemi në Infoftes në pjesën e tretë me mua, Vion të jetë ftuar në studio Irida Dhima, instruktore ndihmës së parë pranë kryqit të Kuqdega Pogradec. Po përcjellim utilitet, pra ndihmë praktike për shikuesit, jo vetëm për ata që bëhen praktikant të kurseve tuaja, të cilët duan të marrin patentën. Ky lloj utiliteti, sa herë jepet kur merret patenta? Sa herë ne shkojmë e rinovojmë patentën, e bëjmë dhe këtë kurs, apo e bëjmë një herë dhe nuk ka nevojë më për këtë kurs? Jo, çdo njeri që merr për herë të parë patentën e bën, dhe në rinovimin e patentës nuk trajnimin e kryqit të kuq. Jo, kur vjen pastaj për rinovim patentën nuk e bën më. Mirë, mbetemi tek utiliteti, tek ndihma e parë. Ka raste ndonjëherë që kemi njerëz të afërm, sidomos fëmijë, të cilët bllokojnë ndonjëherë duke ngrënë ose duke marrë ushqim. I godasim, mbytje thën shqip, i godasim kuriz, nuk di, bëjmë veprime, japim ujë, janë të ndaluara këto? Po, mbytjen e ndajmë në dy pjesë, mbytje pjeshme dhe mbytje plot. Të mbytja pjeshme është kur ka ngecur ushqimi në fyt, është një cip që quhet epiglota dhe kjo është si punë tape. Ka raste që ndron drejt dhe nuk bllokon asnjëherë, as rrugët e frymarrjes, as rrugët e ushqimit. Dhe krijon atë që quhet mbytje. Të mbytja pjeshme është që ti flet, thua më ngeci, të lutem më ndihmo. Gjë e parë që mund të bësh për veten tënde dhe kur ndodhet se të tërë na qëllon që jemi mbytur, kthehesh pak pjertas dhe kollite sa më shumë.
Duke u kollitur tronditet objekti ose që ka ngacur në fyt dhe lirohesh. Ulesh, po nuk pijet ujë. Nuk duhet t'japim ujë. Nuk japim ujë, sepse ka raste të mbytje e plot, pastaj kur kalon i bin ose në kuris dhe bën 5 shtypje te pjesa abdominale, themin e sipër këthizës, te pjesë e barkut sipër këthizës, dhe alternojmë 5 goditje në kuris me shpatulla me 5 shtypje në pjesën abdominale. Kur jemi vetëm që na ndodh një situatë mbytyje? Kur je vetëm mundohet të japësh sa më shumë forcë te pjesë e barkut, te pjesa abdominale. Jo të pini ujë, sepse uji ka rast të shkon në mushkëri, të bllokon më keq. Thjesht i jep 5 shtypje te pjesë e barkut, po ti jesh edhe vetë që të krijohet presioni dhe pse kemi të mësuar gabim ca gjëra? Është vetë tek fëmijët. Fëmijës i shkon ujë vetë, shumica e thonë, "Shiko zogu lart." Asgjë nuk bën, thjesht ai nga një ngre kokën dhe kalon ushqimi vet. Krijohet ajo hapësira e lirë që krijon epiglota. Po thjesht nëse mbytesh, arrin të shlirohesh dhe ushqimi, janë gjëra kaq shumë praktike, ndonjëherë s'ti kap truri. S'ti kap truri, ulesh dhe qetësohesh pa pirur. Ose kur dalin undë gjak. Na ndodh po, lere pak undën të dal gjak, nuk të krijon asnjë problem. Po ne na thoshim përpara, zere undën dhe ngrije kokën lart. Kështu e bëjmë pra. Është e ndaluar, sepse ai gjaku si thotë që pa shkon o në mushkëri o në stomak. Pasi e lëm pak të gjakderdhjen të lirë, çfarë duhet të bëjmë? Jo, koka duhet të ri pozicion poshtë, të shkosh afër një lavamani dhe të dal pak gjak. Kjo, pastaj. Se i bën mirë trupit. Pastaj nëse gjaku vazhdon, mund të kapësh flatrat e undës dhe ti mbash shtypur gati 1 minutë. Dhe pasi mbaron së ndaluari, se shkojnë shtrihemi, ngrem kokën, nuk di, duar. Është tëra gabim. Thjesht, pasi mbaron gjaku, shfryn undët për të dalë atë gjakun e mpiksur, që ka ngelur aty, ulesh dhe objekte të ftohta rreth qafës. Janë objekte thjesht, thash, në qoftë se ti ngre kokën, shkon o në mushkëri o në stomak, gjaku. Dhe krijon komplikacione të tjera pastaj. Mënyra që na i kanë thënë është e gabuar. E kuptoj. Irida, diabeti, thyrja e gjymtyrëve, plagët hemorragjike, sikur mund të ishte edhe rrjedhja e hemorragjisë nga undët, tensioni, teknika fatit. Fast. Për tensioni. Çfarë janë? Për tensioni është teknika fast. Fast është thëja është fytyra. Kur e godet, kalon goja shtrembër, ti nuk arrin dot të flasësh. Është një shenjë që ty të ka goditur. Dhe teja është time, sa më shpejt të telefonos, është koha, aq më mirë është. Fiton. Armë është krau, i thua kontrolli i krave, ngrije njërin e ngre tjetrin se ngre. Është një tregues që të person e ka goditur. Dhe sa më shpejt telefonosh, aq më mirë është. Është dhe folura, kur dikujt i mbajt goja e pas herë, ose i thua, ma thuaj këtë fjalë 3 herë, e në pare thua shumë mirë, e në dytë e të qalon pak, ose ka raste nuk e thot, belbëzon dhe nuk e thot fare, dhe kjo është, ose dikush ja bën bëri në këtë pozicion kështu, ne themi kjo është ose është i pirë, ose ka shkak, ka ikur, ka ndodhur diçka, asnjëherë mos i neglizhoni. Ti personi ka ndodhur diçka, këto janë shenjat e para që këtë person e ka goditur. Dhe sa më shpejt telefonosh, aq më mirë është për jetën e. Gjithmonë telefonojmë 127 spitalin. 127 nuk është urgjencë, po gradeci, prandaj themi ne. Urgjenca kombëtare. Është urgjenca kombëtare në Tiranë. Dhe prandaj cilësova në fillim do thoni qytetin ose fshatin dhe qytetin shpejt. Se sa më shpejt jepni të venat, aq më shpejt ja referon ajo urgjencës së gradecit dhe vjen ndihma e shpejt. Tek diabeti, tek thyrja e gjymtyrëve, çfarë duhet kemi parasysh? Tek diabeti, personat që janë të rrezikuar nga diabeti, ushqimet më të këqija për diabetikët janë brumrat. Brumrat dhe ushqimet me nisheste. Kur thot dikush më mirë ta ha një fel për shembull ëmbëlsirë se sa ta ha një gjysmë ose 2-3 fela lakror ose byrek. Brumi është armiku kryesor i personave diabetik. Pastaj tek frutat ne bëjmë këtë pjesë sensibilizimi në shkollat, tek fëmijët, sepse shumica e prindërve nuk arrin do t'i jap një fet buk për shembull me djath ose me domate dhe nuk i jep një shishe me ujë, po i japin lëngje të ndryshme, ju blemol të patatina ose blea të pite, e cila mund t'i djegur shumë në vaj. Dhe ajo përveç rreziqeve të tjera krijon probleme. Dhe diabeti nuk të shfaqet për 2 ditë ose 3 ditë. Shfaqet akumulohet dhe mund të vë 2 ose 3 vitesh.
dhe ka shumë fëmijë që janë të prekur nga diabeti. Në rastin e ndihmës parë kur njerëzit janë me diabet, çfarë duhet të bëjnë? Nëse diabeti është i ulur, shumica tentojnë të japin sheqer. Karamele. Jo, karamele, jo, është ndaluar. Gjëja më mirë është të japësh bukë. Bukë, gjë të kripur, djathë, bukë, marule. Jo gjërat e ëmbla. Jo gjërat e ëmbla. Se ka njerëz që mbajnë sheqer. Mbajnë sheqer është gjë me gabukur, me gabuar. Thjesht mbaj dhe pak kikirik, fruta të thata. Nëse e shikon që ty të kush është diabetik e divit, e ndjen vetëm kur i bie sheqeri, me pak kikirik konsumoj dhe niveli sheqerit duhet të rritet dal nga dal. Jo në mënyrë të njëhershme. Siç mund të jenë këto ëmbëlsira. Siç janë në karamelet. Jo, asnjëherë nuk rritet sheqeri kur është i ulët, pastaj kur është i lartë të stimulon sa më shumë të eci. Për shembull, plagët ne i ndajmë në 3 plagë të lehta, të mesme dhe të rënda. Për rëndësinë të ndihmës së parë i kushtojmë dhe plagëve hemoragjike, sepse nëse del 1 litër gjakë nga trupi njeriu kalon në gjendje kome, po kalovi mbi 1 litër shkakton në humbje jete. Nëse kemi prerje të arterieve kryesore ose prerje të gjymtyrëve kryesor, ne aplikojmë direkt lidhjen. Lidhja është gjëja parsorë. Si bëhet kjo lidhje? Nëse është arteri kryesore, nëse ti fillon e fashon dhe hemorragjia nuk ndalon, kryhet lidhja tek krau. Me një licë kopucës ose një leckë njëri që ndodhesh, bën lidhjen tek krau, e shtrëngon dhe ndalohet hemorragjia. Kurse tek këmba ka një metodë tjetër, sepse lidhet këmba njerë me një licë, me një rritë që mund të kesh për momentin, kalon një shkop, e rotullon, dhe i sa ndalohet, se është pjesë e kofshës dhe do pak më shtrëngi, më shumë forcë, dhe pastaj me njëri tjetër lidhet shkopi që të mos përdi. Shkopi kur çfarë mund të ndodhen për momentin. Një më e parë mendojnë që njerëzit duhet t'i kesh kutinë me vete të ndihmës së parë, se shumica ngatrojnë kutinë e ndihmës së shpejtë. Jo, është kutia e ndihmës së parë. Dhe kutia e ndihmës së parë. Ne gjithmonë kemi kutinë e ndihmës së parë, po këtë kutinë ti mund të mos e kesh me vete. Po çfarë ka në kutinë e ndihmës së parë? Në kutinë e ndihmës së parë ti ke fasho, ke gërshër, ke një shami trekëndshë, e cila të hynë në çdo situatë në punë, në thyerje, në lidhjet, në çdo gjë, ajo është gjëja parsorë, ndihmë. Nuk përdorim jod ose betadina, përdorim vetëm ujë për shplarjen e plagëve. Këto përmban kutia e ndihmës së parë. Gaza sterile, doreza sterile, i mjekon, e fashon dhe ka që shpuna jote. Sepse ti e ndihmë për çfarë shikon në sipërfaqe të trupit, pastaj pjesa tjetër i takon ekipit mjekësor. Në lidhje me tensionin? Në lidhje me tensionin, pastaj persona që vojnë nga tensioni, për shembull që thotë kam tension nuk merre me frymë, gjithmonë i mbajnë pozicion gjysmë të shtrirë, shumica e marrin e fërkojnë kraharorin me rakë ose aspirin, asgjë nga këto nuk me futi kam, jo, mbahet personi gjysmë i shtrirë, nëse ka hapit personi që i di ja jep. Që çesa dhe pastaj ndërkohë i merr gjithmonë ambulancën. Pret mjekimin e specializuar. Pastaj shkon tek specialisti, tek mjeku. E kuptoj. Shumë situata që nuk i dinim, por që kanë janë situata që çdo njeriu mund të ndodhi, duhet i di dhe si të reagoj të jap ndihmën, qoftë në familje, qoftë në ambient e pune, qoftë dhe në rrugë. Mund të shikosh më fal një person që mund të ketë pirë ose ka rënë dhe ka krijuar plagë ndryshme. Mund ta marrësh, ta hulesh diku, të bësh telefonatën e emergjencës dhe të vijë ambulanca, ta marrë. Se ka raste ne i shikojmë dhe i lëmë aty, më thotë që duhesh ati që pinte. E kuptoj. Pas një rritës nuk i ditë, në këtë rrethana që ndodhet ai mund të ndodhemi edhe ne. Thjesht pozicionojmë veten tonë në vendin atij që ka nevojë për ndihmë dhe të bëhemi sa më human. Të japim ndihmën e parë. Normal. Më vjen mirë për gjithë këtë shpjegim që kemi bërë sot. Më vjen mirë në kuptimin që kemi përcjell utilitet pra atë që duhet të marrë dhe ta përtyp shikuesi si pjesë të kësaj ndihme, për të bërë protagonist dhe jo pasiv i situatës. Më vjen mirë që ju e aplikoni këtë gjë jo vetëm tek kursantët e patentave që vinë për herë të parë të pajisën me patent, por edhe tek të rinjtë e gjimnazeve, të cilët sigurisht janë e ardhmja e të gjitha zhvillimeve. Edhe kështu që del një lloj kompletimi i punës suaj në kuadrin e grup moshave. Po, ne jemi 300 të gjitha grup moshat. Që mund të kenë përballje, po, sigurisht.
Shumë kënaqësi që të pata në studio. Faleminderit ju për ftesën. Shpresoj që t'ju kem edhe sërish në emisione të tjera. Me kënaqësi. Ju keni mbaruar histori, gjeografi? Unë kam mbaruar histori për mësuesin në Tiranë, në Universitetin e Tiranës. Pastaj më ka njohur sekretarja e Degës Kimetja, më afroi një Degës Kryqit Kuq po Gradec. Degës Kryqit të Kuq po Gradec, Kimetja. Kam vajtur pastaj në Tiranë, jam trajnuar nga Kryqi Kuq i Tiranës për dhënien e ndihmës së parë dhe jam bërë instruktore. Dhe ne çdo 5 vjet trajnohemi, shikojmë a jemi të hafë për dhënien e mësimit, të metodave të mësimdhënies së Kryqit të Kuq, për dhënien e ndihmës së parë, dhe pastaj marrim licencën. Nëpërmjet këtij emisioni duhet të çoj shumë falënderime presidentes të Degës, Pavlina Spirolari. Unë e përshëndes dhe ju uroj shëndet edhe gjithë të mirat. Ju falenderoj si Deg, gjithë personelin e Kryqit të Kuq këtu në Pogradec, Kryqit Kuq dhe gjysmënës Kuqe. Së Kuqe, gjithmonë vetë atë lësoj. Kryqi Kuq dhe gjysmë hëna e Kuqe. Më vjen mirë atëherë që dhe ju falenderojmë të përcjellë edhe këtë falënderim. Për çdo aktivitet që ne bëjmë që na ndodheni pranë. Ne mbulojmë gjithmonë me kronikat tona. Ju falenderoj edhe një herë që u pata në studio. Faleminderit Ilir. Nderuar miq, faleminderit shumë Irida. Të nderuar miq, kemi qenë një infoftesë edhe për këtë të ente. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 këtu në Sot 7 dhe takimi i radhës të enten tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë natën e mirë.